goja tani. Shiko tash këmba nuk gënjen, ë? Okej, po të kisha bërë te goja, kështu që unë s'jam. Se tani do dukej. Nese. Se, okej, anulloje, se gjithë këto, tash do fillojnë këto portalet, Armina, fillojnë lajmet. Armina Mevlani ngel shtatzante emisioni ngel shtatzante. Se çfarë pas që sot, nuk je mirë. Vazhdoj me pyetjet normale. Armina, keni çfarë kafshë shtëpiake ju ka ngelur? Tani kemi më shumë se kur, sepse Mace ka bërë dhe kotele. Ka bërë kotele Macja? Keni Mace? E ka pas Zeni Macen? Jo, i kam bler unë. Është Mace që keni bler juve? Po, 2 Mace. Okej. Në i kalja, keni kalma? Jo, s'kemi pas në njerë. Okej. Majmun? I wish, po, nuk bëhet në shtëpi. S'ka një gjë, i duam. Mirë, okej, mirë. Kush e ushqen atë Macen? Ti? Po. Me çaj jepni ushqim për Macet? Ushqim për Macet. Unë dua më shumë Dacin. Nuk është se jepni çaj ngelet kështu nga ushqimi drekës e këto? Jo. Armina, kalojmë ke pjesa jote si kthehemi pak kohë më përpara, kur ti ishe një balerinë e dështuar. Këtë nuk e di njerëz. Që mami jo të mbante me atër, sepse të vinte aty të parën e grupit, por ndoshta ti nuk e meritoje këtë. Ti e mban mend shumë mirë se ti ke pas qenë me atë grupin, si ka qenë The Dreams? The Dreams, po. Që stononit ndërkohë pasi që mbaroja unë kërcimin. Ja, dhe Sony, gjithë fajnë ka pas Sony. Po shiko, e bën të sparkatën ti? Jo, po jo ta bësh kështu në këmbë, që trish në këmbë dhe ta sjellësh këmbën këtu. E bëj, po nuk është se do ta bëj tani anyway. Po mirë, kërcen do të? Kërcen? Po. Orkestra, më fal, mund të bëjmë një 2 hapa bashkë, lutem? Duhet të të mësoj? Jo, dalun këtu. Se unë... Duhet të bërë pak prova. Jo, unë e vërtet e kam nusën në balerinë, Se mban më si kërcen të Zeni, se kështë të bërë prova me mua. Yes, por ti sot, moj motër, je në një pozitë vështirë, sepse unë kam sjell këtu një nga balerinët më elektrizues të Vëklanit. Ja kam marrë Albinakos, pagova 10.000 euro Albin për ta marrë këtë balerinin. Dhe do s'vi tani... Prit! Një sekundë. I ke marrë lej Zenit? Zen, kudo që t'jesh duke na ndjekur... Unë s'dija gjë. As unë s'dija gjë, nuk e di pse po ndodhin këto gjëra. Vjen një nga balerinat më të mirë të Vëklanit! Vjen tani! Unë që mo të arroj emrin ty? Oriani, kjo është Oriani Armina.